Fisi Efs edhe Khazraj të ndërmëzër ka qenë idhujtar. Kanë adhur idhuj, kanë pas bestytni, kanë pas dukuri negative, kanë pas vlera të rëndësishme njerëzore, burnore, bujare, i kanë pas to, por i kanë pas edhe do në veset, këqia të shëmtuara. Një nga ato që i kanë pas të këqia, e që ju kanë kushtu shumë, ka qenë edhe, dhe me thonë, konflikti i vazhdueshëm dhe konkurenca e vazhdueshme së dy fiseve. Dy fiset mëdha kanë pas konkurrencë. Normal edhe jahudit për me dopsu dominimin e arabëve në Medinë kanë nxit shpesh konflikte mes tyre ata. Ata kanë luftuar për gjithçka. Dhe çdo luftë ju ka kushtuar shumë, nga se lufta çka merr? Lufta merr viktima. E në atë kohë të ndërvozër, më shumë të luftë e mra burrat, sa ata kanë qenë pjesë e luftës. Ka qenë një betej, i kanë thonë beteja El Buath, një betej e njohur në atë ku me emrin e saj, por në atë betej të ndërvozër janë vra shumica e udhëhecësve të dy fiseve. E këta udhëhecë kanë qenë njerëz më të vjetër kanë qenë, që kanë trashëguar luftën, e kanë vazhduar me luftën. Njerë që, domethënë, nuk kanë shiku në raport me tjetrin për eci me luftë, se që shtu i mësuat e në rritë. Ndërsa rinia e dy fiseve ka qenë e lodhur dhe e raskapitur në këtë betejë të pa kuptimta. Dhe kur janë vrarë këta udhëhecët e mëdhej, kanë filluar tash trit me marrë në dorë udhëheqën. Kur e ka marrë trit udhëheqën në dorë, kanë pasur është e pa kuptim me vazhdu me luftu kaq tepër. Pse me luftuan atë? Edhe ka filluar më undi hala më tepër nevoja për një njeri që na bën bashkë. Pse na zbon bashkë? Jena hapi një veni, arapi jem, një gjuhë për flasëm. Pse na zbon mi bashkë? Mirë, po qaj njëri kush ka me konë? Se nëse e bojmë për këti fisi, këtë pse sështë joni. E këtu ka filluar më ungjall nevoja madhe për qatë pejgamberin që ata e kanë pritë, Muhammedin a.s. Andaj ata kanë qenë të gatshëm, të lodhur nga betejat, të lodhur nga bestytnit, të lodhur nga rregullimi dhe sistemi shoqëror i asaj kohe, saqë është rrit në maksimum kërkesa për një njeri unifikues, për udhëzime që realisht u japin kahjen tjetër jetës së njerëzve në Medinë. Dhe kjo ka qenë një përgatitje madhe të vëllezërve që me etje kanë prit, domthonë këtë njeri. Normalisht pastaj ka pas rezistencë pak se s'ka mujt bashkë let me pranu pejgamberin son, mirë po ka qenë shumë ka qenë domthonë simbolike. Andaj e dini që kur ka shkuar pejgamberi son për pak vjet Islam në Medinë, sikur se kanë më përmend, domthonë ka shkuar pejgamberi son triumfues, ka dalë krejt Medinë gati me e prit.